nga çdo njeri, edhe kritika nuk merr nga çdo njeri. Njerëzit vendosin, sa njerëz kuptojnë dhe sa njerëz kuptojnë mirë. Unë për shembull sa jam në të shtëpi, nuk mbaj më herë të kam thënë dikut dish këtë në kuptimin e që dukesh në bukur. Po jo që vesh kështu ose të shikoj shikoj dhe shesh apo. Metoda shumë të rafinuar që nuk e prekin në atë kodin etik të dukshmin. Dhe unë mendoja që në momentin që ti nuk reagoj, ti mund të tregosh e dobët, ose këto, praktikisht tallëm. Jo, unë tregon gjë që janë këto, vazhdojnë nga punët e mia, dhe kur dalë këtu kam prapë punët e mia. Jo, po s'diskutohet, po të vjen natë se perceptohesh ajo që si, që Nuk të i thashë sa, më ti thashë një femër, ti nuk e kupton ti nuk e kupton që në qëto pontat po del duke bërë sherë, i thashë. Sikur vetëm për këtë, se njeriu ka dhe një imazh ose një perceptim kolektiv për atë që po bën këtu, për mirë, për keq ose për shumë keq. Nuk kujton që kjo do harrohet, nuk harrohet tipi. Nuk harrohet tipi. Në momentin që ti del dhe thua publikisht, unë s'kam pas asnjë konflikt me askënd. Edhe gjithë konfliktet ti mendon që publiku s'e ka parë? Nuk e di, po... Vetë perceptimi vjetë pyetja. Njerëz ka miliona shqiptarë që shikojnë. Po jo, nesër ne dalim pra në vishën në dojmë edhe bëjmë diskutime pastaj që ja, ku shefëm cigarë.